Përgjegjësia kushtetuese dhe politike për formimin e institucioneve i takon vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve, ka thënë Partia Demokratike pas mbledhjes së kryesisë. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza deklaroi se ka pranuar ftesën e kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti për një takim për të diskutuar për formimin e institucioneve. Përgjigjja e Hamzës për takim është ora 9 së premtës në ambientet e kuvendit. Sigurisht se unë do të sillna në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë institucionale, nuk jam kundër që të ketë takime, adresimi i sfidave cilat i ka Kosova. Nëse nuk ka dakordim për këto, nuk është qëllimi i Partisë Demokratike të Kosovës të ketë një numër të caktuar të ministrive, ta ketë një kryetar të kuvendit apo presidentin apo çka do të qoftë. Cila do të jetë çështja e PDK-s? Konstruktive, parimore në interes dhe në dobi të Kosovës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku tha se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për takim. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Por nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, ky është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacione pa ulur në takim. Ne do të flasim për parime fillimisht. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet, por duhet parë dhe dëgjuar dhe palë tjera se çfarë mendimi kanë. Megjithatë, ftesën e Kurtit për një takim e ka refuzuar kryetari i Aleancës Ardian Gjini. Në një letër publike, Gjini ka thënë se partia që drejton është e gatshme të ndihmojë në quorum për zgjedhjen e presidentit, nëse Kurti i pranon 6 pikat e ofertuara nga partia e tij. Kjo ofertë ka për qëllim që ta shtyjë përpara zhvillimin ekonomik të Kosovës, forcimin e pozitës ndërkombëtare të vendit dhe njëkohësisht të mos e dërgojë vendin dhe një herë në zgjedhje. Duke pasur parasysh qëndrimin tonë të qartë dhe parimor, nuk e shohim të nevojshëm takimin. Thuhet në letrën e Gjinit. Me sigurimin e shumicës parlamentare, vetëvendosje me 53 deputet, duke llogaritur edhe në votat e deputetëve të pakicave jo serbe, ka deklaruar se nuk do të jetë problem konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e qeverisë së re, por sfidë mbetet zgjedhja e presidentit për të cilin duhen së paku 80 vota, proces që kërkon një konsensus më të gjerë politik, rrjedhimisht edhe votat e PDK-s ose të LDK-s. Sipas afateve kushtetuese, ky proces duhet të përmbyllet brenda 60 ditëve nga konstituimi i kuvendit.